Letje, takohemi në pjesën praktike tashmë të konfigurimit të sigurisë në një switch pas 3 materialeve teorike dhe të gjithë komandave të cilët ne përdorim për të mbrojtur një rrjet nga sulmet e ndryshme që mund t'i vinë ato. Ku objektivet e këtij materiali janë pikërisht sigurimi i portave të papërdorura në një switch, implementimi i port security dhe pastaj mbrojtja nga sulmeve të cilët mund të jenë VLAN hopping, nga sulmet DHCP, ARP, Spanning Tree Protocol. Dhe fundit fare është verifikimi i konfigurimeve. Pa humbur kohë, kalojmë në pjesën praktike ku kemi Packet Tracer dhe Activity. Në këtë Activity, pjetra që kemi 2 switche, ku në këto switchin 1 dhe switchin 2 VLAN-et nga 10 2099 janë të konfiguruara me portat përkatëse të këtyre VLAN-eve, ndërsa VLAN 999 për të dy switchet janë të pakonfiguruara. Qëllimi i krijimit të VLAN 100 si native është për çështje sigurie të jetë ndryshme nga njëshi. Dhe pastaj portat Giga Ethernet, portat trunk aktualisht të përdorin këtë si native VLAN dhe përdorimi i VLAN-it 999 i cili do të emërtohet si black hole është për të kaluar të gjithë portat e papërdorura në rrjet. Atëherë pa humbur kohë, kalojmë në instruksione ku në vemi me hapin e parë ku krijojmë një secure trunk. Çfarë thotë? Do thotë fillimisht do të lidhim switchin e parë me switchin e dytë nëpërmjet portave Giga 02, portat e Giga Ethernetit, dhe pasi të lidhim, do t'i konfigurojmë pikërisht linjët trunk, switch 1 me multi-layer switch, switch 1 me switchin 2 dhe switchin 2 me multi-layer switch, pra portat Giga 01, 2 për të dy switchet si static trunk. Dhe pastaj do të bëjmë disable dynamic trunking protocol negotiation. Arsyeja sepse bëhet disable dynamic trunking protocol negotiation negocimi, pra është sepse mesazhet të spoofing dynamic trunking protocol nga portet të cilët lidhen në rrjet për të sulmuar rrjetin mund të shkaktojë që një switch të futet në gjendjen trunking dhe pastaj ky sulmues të dërgojë trafik të targetuar për në VLAN-in ku ai synon dhe pas në këtë rast switchi i thjesht dërgon këtë informacion në destinacionin e targetuar. Dhe pastaj siç thamë do të krijojmë VLAN-et 100 dhe do t'i emërtojmë si native dhe të dy switchet në porta trunk duhet të përdorin këtë VLAN si native VLAN. Pa humbur kohë, kalojmë në switchin e parë, futemi në access mode me komandën enable, config terminal, futemi në global configuration mode, futemi në diapazon range Giga 0, 1, 2 dhe këto tashmë i konfigurojnë switch port mode trunk, konfigurojmë si static trunk dhe me anë të switch port në negotiate bëjmë disable dynamic trunking protocol negotiation. Exit, krijojmë VLAN 100, emërtojmë si native dhe hapim exit, futemi përsëri në diapazonin e ndërfaqeve Giga 012 dhe themi switch port trunk native VLAN 100. Native VLAN 100. Arsye sepse marrim këto warnings të lejme, është sepse nuk është të konfiguruar akoma switch 2. Ne konfiguruam, fillon të konfiguronin portat, por haruam të bëjmë lidhjen
Okej. Tash më futemi ke switchi 2, s'ka problem, mund ta konfigurosh portën ndërkohë, sepse nuk e kemi poshtë down edhe manager, enable. Ok, pra hapi parë që të lidhnim dy switchet, switchin 1 me switchin 2 normalisht i ka 02 gjë që përmenda, por nuk realizova. Config terminal. Shma futmi përsëri në range-in. Interface range. Giga 0/1, 2, switch port mode, trunk, pastaj themi switch port non-negotiate për të bërë disable, exit, krijojmë volan 100, emërtojmë si native, exit, futemi përsëri në këtë ndërfaqe dhe themi switch port trunk native volan 100. Ok, tashmë çdo gjë u rregullua. Kalojmë në pjesën e dytë. Në pjesën e dytë thot se sigurimi i portave të papërdorura. Arsyeja se ne pse sigurojmë portat e papërdorura është se ne krijojmë pra krijojmë një volan, emërtojmë këtë volan dhe të gjithë portat të cilët nuk përdoren në rrjet, i kalojmë në këtë volan dhe i bëjmë shutdown në mënyrë administrative. Në këtë formë, edhe në qoftë se shtohen pajisje të pa autorizuar në rrjet, nuk janë në gjendje të aksesojnë rrjetin, pikërisht sepse këto porta janë administrativ visht të vendosura si shutdown të fikura. Atëherë, kalojmë tek switchi i parë, gjithmonë fillojmë me switchin e parë. Exit. Atëherë, shkojmë edhe një herë gati. Nuk është nevojë të shkojmë tek gati. Po vjet re që tek të dy switchet, fasa të 1, 2, 10, 24, giga 0, 1, 2 janë porta të përdorura dhe kanë fasat në 03, 9, 11, 23 që janë të papërdorura. Atëherë, futemi në interface range fasat në 0, 3, 9 me këtë presjen themi fasat në 0, 11, 23 dhe tashmë në këto ndërfaqe ne i bëjmë shut down. Okay? Exit. Krijojmë një volan, cili e volan name Okay. Exit. Futemi në ndërfaqe dhe themi switch port access volan në shutdown. Exit. Të njëjta gjë, po këtu ndryshe nga vende çfarë do bëjmë? Fillimisht të krijojmë volanin exit, dalim në gjendje, volan shtenant, një dhe all exit, futemi në interface range pastaj në 0, 3, 9, presje pastaj në 0, 11, 24 dhe u themi shut down. Okay, dhe themi switch port access volan 999 and themi end në momentin dhe pastaj bëjmë
Shumë dhe ja vëlla të cilët ne kryuam pra kryuam 100 të native dhe 99 ku pastaj kaluam të gjithë pra vëllani dhe çfarë do? Kemi show enter paste 59 1 iniziare numero sa. Ok? Po të themi për 0 3 administratively down. Ok? Tashmë kalojmë në hapin e tretë. Implementojmë port security. Arsyeja sepse ne e implementojmë port security është sepse ne duhet të limitojmë numrin e MAC adresave të vlefshme të lejuara në një port dhe në këtë mënyrë ne do kemi kontroll për aksesimin e pakontrolluar të rrjetit. Kontrollojmë se cilat do jenë ato pajisje të lejojnë të aksesojnë rrjetin. Çfarë thotë? Aktivizo port security në të gjithë portat aktive të switchit. Dhe portat aktive të switchit janë pikërisht portat të cilët janë lidhur me pajisjet fundore dhe pajisjet me switchet. Pra, pasën e 01, 02, më falni, porta aktive, aksesi aktive janë të gjithë portat të cilët janë lidhur me pajisjet fundore. Pastaj edhe 1, 2, 4 dhe 24. Pastaj thot konfiguro këto portat që të lejojnë numrin maksimal prej 4 adresash të njëjë në këtë port dhe thot për portën 1 në switch konfiguroj që MAC adresa e kompjuterit që është lidhur në këtë port të shtohet në tabelën e MAC adresave. Do thot konfigurohet në mënyrë manuale. Duhet keni parasysh që kur konfigurohen në portat të cilët lejohen të njihen në switch për të implementuar port security, kemi mënyrën manuale dhe mënyrën dinamike. Në mënyrën manuale, duhet administratori i rrjetit të shtojë MAC adresën dhe është adresë statike tashmë në këtë port. Ndërsa në mënyrë automatike është në mënyrë dinamike mësohet MAC adresa që do të shtohet në tabelën e MAC adresave, ku ky shtimi MAC adresa do të jetë deri në 4 MAC adresa për port. Okay? Dhe pastaj thotë konfiguro port security me violation mode që të hedh poshtë paketa që vijnë nga MAC adresat që e kanë të kaluar maksimumi e gjenuar nga syslog and repa. Për 4 MAC adresash. Por nuk e kalon portën disable. Duhet keni parasysh që në momentin që një MAC adresë vjen në switch dhe kjo është e ndryshme në një port switch dhe është e ndryshme nga lista e MAC adresave të listuara në tabelën e MAC adresave për atë port specifike, atëherë ne themi që në këtë port ka ndodhur një violation. Në këtë rast vjen adresa e 5 i bi. Bie që ka ndodhur një violation dhe në vend që ta kalojë në disable, sepse po kaloj portën në disable, i duhet administratori që ta riaktivizojë portën. Kur themi në thjesht i hedh poshtë, do thotë që portën ne duhet ta bëjmë me restrict violation. Atëherë pa humbur kohë, futemi në switch dhe çfarë tham? Do futemi në diapazonin e adresave aktive. Që do të në interface range, pas të thënë 0, 1, 2, pas të thënë 0, 10, dhe pas të thënë 0, 24. Okay? Dhe pasi futemi në të diapazon, themi switch port mode access. Dhe në hand komandës switch port security, aktivizojmë port security.
Pastaj çfarë tham? Konfigurojmë numrin maksimal prej 4 MAC adresash të lejuara. Me anë të komandës switch port security maksimum ndjekur nga numri 4 pikërisht vendosëm limitin prej 4 MAC adresash. Dhe pastaj tham, të vendosim MAC adresën e kompjuterit të parë në tabelë për portën pas Ethernet 01. Japim exit këtu dhe futemi në interfaqen interface Fast Ethernet 01 dhe në këtë interfaqe më atë komandën switch port security MAC address do t'jetë MAC adresa atëherë. MAC adresën e gjejmë në këtë formë, futemi, japim një config all, pikërisht kjo do i ajo 0010 11 3 CB. Te ishte 0010.11 8 3 CB. Ok. Dhe pastaj thoshte që për të gjithë këto portat të aksesit, bëj që në mënyrë automatike të shtohen adresat e mësuara në këto porta në running config. Dhe gjithmonë do t'jetë në 4, ok? Te japim një exit këtu, ose që këtu mund t'jepim diapazon range, por dhe futemi edhe një herë këtu. Dhe me atë switch port security MAC address sticky në këtë formë bëjmë që në mënyrë automatike dhe dinamike të mësohen MAC adresat në këto porta dhe të shtohen në tabelën e MAC adresave në running config. Dhe tham që do konfigurojmë bajleshe që të hedh poshtë paketat nga MAC adresat të cilët kanë të kaluar numrin maksimal. Atëherë çfarë bëjmë? Në të njëjtin diapazon, pra qëndrojmë këtu, me atë komandën switch port security violation do ta vendosim në restrict, që thjesht do të hedh poshtë paketat. Dhe tashmë kalojmë në hapin e 4, ku hapi 4 thotë të konfigurojmë DHCP snooping. Qëllimi i përdorimit të DHCP snooping është të përcaktojmë nga mesazhet DHCP nëse këto na vjen nga një burim i konfiguruar në mënyrë administrative, i cili do të jetë trusted apo untrusted, pra nga trusted source apo untrusted source. Ne mund ta bëjmë enable DHCP në mënyrë globally ose do futemi në ndërfaqet dhe ta vendosim si trusted port. Që do të thotë, kur konfigurojmë DHCP snooping, ne do të konfigurojmë porta trusted dhe untrusted. Trusted port quhen ato portat të cilët janë lidhur me pajisjet switch, me pajisjet router apo me server. Ndërsa të gjitha ato portat e tjera, të cilët janë lidhur, të cilët janë porta aksesi, të thotë janë portat të cilët lidhen me pajisjet fundore, këto do të jenë porta untrusted. Dhe ja tek thot, konfiguro porta trunk, sepse këto lidhen me switchin 2 dhe multi-layer switch, konfiguroj këto porta, thot, si porta trusted dhe limito, ndërkohë thot, për portat të cilët janë untrusted, që i betjen porta 01, 02, 10 dhe 24, limitoje numrin e paketave DHCP, pra mesazheve DHCP discovery, prej 5 paketash për sekond. Dhe pastaj do të kalon në switchin e dytë, dhe në switchin e dytë DHCP bëj enable në DHCP snooping, bëj enable në mënyrë globale dhe pikërisht për vëlaret 10, 20 dhe 90. Okej. Tashmë kalojmë tek fillojmë me switchin e parë. Në switchin e parë çfarë bëjmë?
Mm, Në switchin e parë ne bëjmë këtë, futemi në futemi, kemi exit here, tu, e futemi në ndërfaqe. Nuk e merr më shumë të, është ndërfaqe range giga, si giga 0, 1, 2, dhe këto tashmë do të jenë porta trusted. Dhe si realizohet këmandës IP DHCP snooping trust, ok? Dhe për të limituar numrin e paketave të DHCP Discovery për 5 paketash për sekond, në portat e të cilët janë untrusted, atëherë çfarë bëjmë? Futi në diapazonin e portave të cilët janë untrusted dhe janë pikërisht porta diapazoni 0, 1, 2, pas 10 dhe pas 24, futemi këtu dhe themi IP DHCP snooping limit rate prej 5. Ok? Exit. Atë shkojmë tek switch 2, kemi të po që nuk kemi qenë për të konfiguruar një eagle. Sepse është në gjendjen idle tashmë. Futemi këtu dhe në nivelin global për konfigurimi, mand komandës IP DHCP snooping ne e aktivizojmë globalisht IP DHCP snooping dhe me anë të komandës IP DHCP snooping vëlla 10, 20 dhe 99 aktivizojmë për këto vëlla. Është 10 të tjera. Ok? Pasi konfiguruam dhe DHCP snooping për të dy switchet, çfarë? Kalojmë në hapin e 5. Ku hapi 5 konsiston pikërisht në mbrojtjen e rrjetit nga sulmet të cilat vijnë nga spanning tree protocol. Keni parasysh se në momentin që aktivizohen switchet, ato marrin pjesë në një proces të përzgjedhjes së përcaktimit të spanning tree në rrjet dhe në konvergjimin e rrjetit. Në momentin që shtohet një pajisje e re në rrjet, me shtimin e saj, rrjeti mund të futet në një proces rizgjedhje të një spanning tree të re, në varësi të bridge protocol data unit, që mund të ketë pajisja të cila shtohet. Dhe në përmjet këtyre pajisjeve të reja që shtohen, sulmuesit të rinj të kanë tendencë nëpërmjet në pajisjet e reja që shtohen të aksesojnë rrjetin. Dhe në qoftë se ne në rrjetin ton tentojmë të konfigurojmë portfaz dhe bridge protocol data unit card, ne po mbrojmë rrjetin pikërisht nga sulmet që mund të vinë nëpërmjet procesit të spanning tree protocol. Portfaz është e përdorur për të konfiguruar rrjetin dhe të kalojë portat e aksesit, pra portat e një switchi nga gjendja blocking në gjendjen forward duke e anashkaluar, pra duke bërë bypassing të gjendjeve listening dhe learning. Ndërsa bridge protocol data unit card përdoret për ta kaluar një port në gjendjen error disabled, në qoftë se në këtë port merren mesazhe bridge protocol data unit, që nënkupton po tenton të shtohet një pajisje e re në këtë port. Dhe zakonisht portfaz dhe bridge protocol data unit card konfigurohen në ato ndërfaqe aksesit të cilët lidhen me pajisjet fundore.
Dhe thot, në switchin e parë, switch 1, konfiguro enable port fast në të gjithë portat e aksesit, po ashtu edhe bridge protocol dhe unit. Atëherë çfarë bëjmë, kalojmë në switchin e parë dhe futemi në diapazonin dhe që ishim në diapazon për të kujtuar. Pra futemi në portat e aksesit, që janë portat të device-it fundore, dhe me atë spanning tree port fast, ne aktivizojmë port fast në këto porta. Dhe në atë spanning tree bridge protocol data unit guard enable, ne aktivizojmë bridge protocol data unit guard për switchin e parë. Dhe thot, për switchin e dytë, hapim dhe një activity, për switchin e dytë thot konfiguroj të gjitha programet në mënyrë që të përdoren by default. Kur themi që të përdoren by default, do thot që konfiguroj në nivel global. Atë si që jemi në nivelin global, me anë të përdorit të spanning tree, por Earthfast default ne aktivizojmë spanning tree portfast. Dhe këto janë konfigurimet të cilat ne realizojmë. Japim një copy running config në startup config, po ashtu edhe në switchin e parë, and running copy running config në startup config. Dhe pastaj mund bëjmë edhe verifikimin e konfigurimeve të cilat kemi. Forma më gjatë është të përdorim show running config, okay? Show running config. Dhe vihet red që ne kemi konfiguruar IP address globalisht dhe për volanet 1020. Dhe vjet që që fasa të rejtë është për volan 10, është në mode access, volan 2 për gjithështu, volan 3 që është për volan 89, e 4 në radhë, sepse dhe janë shutdown. Ok. E me radhë. Interface, Ethernet 01, 02. Ok. Disa nga konfigurimet janë konfigurimet realizuar prakisht. Në qoftë se ne duhem të shohim konfigurimin për sa i përket port security, përdorim komandën show port security. Në switchin e dytë nuk në dalin konfigurimet, sepse ka të blokuar, sepse ti kërkon, po ta vësh re tek materiali, të kërkon informacion vetëm për switchin e parë. Prandaj. Le të provojmë në aplikim pak. Ok. Prem tu dhe përdorim show port security. Ok? Violation kemi thënë, restricted, ok? Pra hedh poshtë paketat të cilët vinë nga MAC adresat që nuk janë në tabelën e MAC adresa, ose vinë më shumë se numri maksimal i adresave, ku është 4. Ok? Ndërkohë mund të shohim edhe për një ndërfaqe specifike, show port security interface. Le të themi fast Ethernet 01. Dhe ja tek janë të dhënat. Validation restricted. Nuk e kemi konfiguruar aging. Ndërsa
Po themi për 03-shin për shembull. Është disabled, është shut down. Okay. Nëse se duam të shohim mbi DHCP snooping, përdorim komandën show IP DHCP snooping dhe janë të gjithë dhënat. Dhe vjetra që faset të 01-shi, 2-shi dhe 10-ta janë portat e aksesit dhe kemi vendosur limitin prej DHCP Discovery prej 5. Okay. Dhe janë porta untrusted. Ndërsa portat 01-2 janë porta trusted. Ndërsa për të parë konfigurimin mbi port face dhe bridge protocol dhe UniDrive përdoret komanda show spanning tree summary. Okay, dhe janë këto. Volan 1-shi. Volan 10, 20 dhe vjetre që për volan 10, 20 dhe 90 dhe 96 që me i konfiguruar do t'jenë vetëm për gjendjen, forwarding dhe active. Okay, kjo është për sa i përket materialin mbi konfigurimin e sigurisë në një rrjet për ta mbrojtur atë nga sulmet të cilat mund t'i vinë rrjetit, gjë që i përmendëm nga volan hopping, nga DHCP attacks, RP attacks, spanning tree protocol attacks, si dhe pame dhe konfigurime. Atëherë shihemi në materialin e ardhshëm dhe për të gjitha ato të cilët janë të rinë në këtë kanal, do ju lutesha t'i bëni subscribe kanalit dhe do ndani këtë kanal me disa miqve dhe duke mos haruar të shtypni butonin e notifikimit për videot të cilët do të uploadohen në të ardhmen. Shihemi së shpejti.